Profeti alayhi salatu wassalam e ka përmbledhur atë që quhet el-wara', pra devotshmërinë, e ka përmbledhur në këtë hadith se prej islamit të mirë të njeriut, prej islamit të mirë të besimtarit, është lënia e asaj që nuk i bën dobi, që nuk i intereson dhe nuk i duhet. Duke na orientuar, duke na mësuar që ta lëmë gjithçka e cila nuk është e dobishme, e cila nuk na vlen, nuk na duhet, nuk na intereson, qofshin ato fjalë, apo dhe shikimi, apo dëgjim, apo preke diçkaje, ecje, madje dhe mendim. Pra, shikoni se si feja jon, feja islame, mesazhi Allah subhanahu wa ta'ala e orienton këtë njeri në atë që është e dobishme dhe lënien e asaj që nuk është e dobishme, gjithçka qoftë ajo. Qofshin fjalë, qoftë dëgjim, shikim, qoftë ecje, madje dhe mendim. Pra, gjithçka e cila është në lëvizje, të gjitha lëvizjet e njeriut qofshin të dukshme, pra të jashtme, të cilat shikohen prej të tjerëve, dhe qofshin të brendshme, të cilat askush nuk i njeh dhe nuk i kupton dhe nuk i di, përveç se Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndaj, ky hadith është një këshill kuruese për devotshmërinë, sikurse ka thënë Ibn Qayyimi, Allahu e mëshiroft. Dhe tradita apo udhëzimi i parëve në këtë gjë është shumë i njohur. Pra se si ata vepronin, se si përqendroheshin dhe angazhoheshin me atë që u bënte dobi, me atë që u interesonte për këtë dynjë dhe për botën tjetër, dhe lënien e asaj që nuk është e duhura për ty në këtë botë dhe në botën tjetër.